Përshëndetje, unë quhem Fatlin Melani. Sot do të flas për level UK-in të Energicut, se çfarë ujëra shpërdor dhe si do të testojmë ujërat. Puna e parë që bëjmë është që ne e montojmë makinën në korrent. Dhe mbasi montohet në korrent, unë do të bëj punën e parë, do të marr ca ujë nga çezma, ujë normal, çezmi. Që është ujë çezmës, dhe do t'i bëj një testim klorine. Ky solucioni këtushëm është testues klorine, niveli klorinës në ujë. Kjo është ujë çezmës. Tani unë do të marrë një gotë tjetër dhe do të hapi ujin kangën. Njëta klorin tester. Kjo ngjyrë e klorinës që ne shohim këtu kalon 3 fishin që quhet niveli i pranimit shëndetësor të klorinës. Dhe njerëzit e përdorin këtë për të pirë ose për të gatuar. Ky është një test. Testi 2 që do të bëj, unë do të testoj tani ujërat që përdoren kjo makinë. Po ta shofësh në këtu në penxherën e këtushme, ne kemi ujin 2.5 që është ujë acidik dhe super alkaline, 6.0 që është ujë për përdorim për lëkurën, 7 është ujë medikal, pH-i 7, pH-i 8.5, pH-i 9 dhe pH-i 9.5. Se këto janë ujërat që kjo makinë prodhon. Tani le t'i shohim sipas radhës. Unë do të testoj ujë 9.5, ky është ujë 9.5, ky solucioni këtushëm është një testues pH-i. Kur blihet makina për herë të parë, ne duhet ta testojmë ujin që të shohim se si prodhon makina, si e prodhon këtë ujë që makina është i lidhur në këtë moment me çezmën, me vendin ku prodhohet uji. Unë do të marr dhe do të shtypi 7.0, që është uji normal, pH-i normal që përdoret për qëllime medikale. Ky është uji 7.0. Që po ta shikojmë nga ngjyra e këtyre butonave të këtushëm, ngjyra e këtij butoni është afërsisht ngjyra e këtij uji. Ngjyra e këtij butoni është afërsisht ngjyra e këtij uji. Tani këtu nuk shpjegojnë detajet, nga që ka tjera mënyra se si ne testojmë për ngjyrën. Tani unë çfarë do të testoj është do të testoj këtë ujin 6.0, pres butonin 6.0, thot Beauty Water, që përdoret për lëkurë. Ky ujë këtu nuk është për të pirë,
është vetëm për përdorim lëkure, sidomos gratë, këtë ujë e përdorin si toner, edhe burrat gjithashtu mbasi mund ta përdorin këtë mbas dushit, për të shpëlar kokën, ose për të shpëlar trupin, ose për të shpëlar lëkurën, ose kur ato ruhen, mund ta përdorin këtë ujë për të shpëlar fytyrën. Dhe po ta shikoni ngjyrën e këtij butoni, është afërsisht ngjyra e ujit që do del, afërsisht. Dhe këtu thot beauty, që do thot ujë për lëkurë. Ky ujë tek 6.0 që është këtu, nuk është për t'u pirë. Dhe këtë ujë ne e marrim nga tubi sipër. Unë do vendosi këtu këtë me të njëjtin pH. Ky afërsisht është ngjyra e ujit 6.0. Pastaj unë do të testoj ujin 2.5 edhe ujin 11. Tani për ujin 2.5 që është uj super acidik dhe uj super alkaline, unë do të shtypi këtë butonin e 2.5-ës dhe këtu sipër thot strong acidic water, që është uj fort acidik. Uj fort acidik do të dalë nga kjo tuba e poshtme, ndërsa uj alkaline, super alkaline, do të dalë nga i sipërmi. Kështu që kur unë përdori 2.5-ën, unë duhet i mbledh këto dy ujërat në të njëjtën kohë. Unë e kaloj këtu te 2.5-a, ky është aktivi, po ta shohësh ka një si qarkore më të errët që tregon që ky buton është aktiv tani. Dhe unë e hapi ujin. Edhe këtu thot strong, që thot është e fuqishëm. Unë do ta lë një çik të që të pastron ujin para rendës që kishte aty. Dhe unë do të mbushi këtë gotën këtu me këtë ujë, edhe këtë gotën këtu me këtë ujë. Edhe këtu thot decrease flow, duhet ta ulin çik këtë ujit. Edhe ky këtu është ujë acidik. Ky ujë këtu është super alkaline, ky është super acidik. Edhe çfarë do të bëj tani? Do t'i bëjmë një testim kësaj, dhe kësaj. Po ta shikojmë ujë super alkaline, ka këtë ngjyrën, afërsisht ngjyra e librit Dituria. Edhe ky ujë super acidik është 2.5, është ky i këtushmi. Do me thënë, këto janë 5 ujërat e këtushëm. Tani ekziston dhe ujë 8.5 dhe 9.0. që janë afërsisht midis këtyre dyve. Unë nuk do i bëj testet për ta, po janë afërsisht midis këtyre dyve. Këto janë ujërat që ne zakonisht pim. Arsyeja pse uji çezmës, ky është uji 7.0, që është ky uji këtu, uji medikal. Këtë ujë ju do ta pini kur të pini hapa medikale. Do me thënë, kur të pini hapat medikale që ju përdorni për sëmundje të caktuara, mos përdorni ujërat ionizuar. Ky ujë është i pa ionizuar. Do me thënë, ky ujë që është ky butoni këtu i sipër, ngjyrë jeshile, si ngjyrë jeshile, përdoret në momentin kur individët pinë hapa medikale, nga që nuk rekomandohet që të përdoret ujë ionizuar, nga që i përshpejton veprimet e hapave medikale dhe trupi i merr më shpejt, ndërsa kur e pinë me ujë normal, që është ujë pa ionizuar, por është shumë i pastër si ujë, përdoret për hapat medikale, edhe në të njëjtën kohë fëmijët nën 5 vjeç, 5 vjeç e poshtë nuk u jepet ujë ionizuar. Këto janë dy raste që kjo makinë përdoret
në 7.0 është nëse individi pin vetëm në momentin kur pin hapën medikal. Pastaj 15 minuta më përpara dhe 15 minuta pas pirjes së hapës, nuk rekomandoj që të pijet ujë 9.5 ose 8.5 ose 9. Tani, mbasi ne bëjmë pastrimin, mbasi ne bëjmë grumbullimin e 2.5-ës edhe të 11-ës, kjo është pH-i 11, të dyja dalin bashkë që ne bëjmë, makina kërkon që të bën pastrimin. Në këtë moment e hap ujin, edhe këtu thot cleaning, po bën pastrimin e ujit. Kjo është diçka automatike që makina e kërkon ta bën pas çdo kohe, pas çdo rasti që ju prodhoni 11-ën dhe 2.5-ën. Dhe mbasi plotson ciklin e pastrimit, makina kthehet në gjendjen fillestare me butonat që ka aty. Ky është momenti që pastrimi është bërë dhe në këtë moment ju e mbyllni makina. Na për këtë makinë, për level locating, nuk është e nevojshme, nuk ka buton korrenti që ta kthesh, që ta hapësh dhe të mbyllësh. Automatikisht makina futet në lojë kur ti hap ujin, po shumë e rëndësishme që makina është vazhdimisht e lidhur me korrentin dhe nuk nxirret asnjëherë nga korrenti. Nëse shikoni një sjellje të pazakontë makinës, puna e parë që do të bëni është do ta hiqni nga korrenti, me qëllim që makina të kalon gjendjen normale. Edhe me këto dy solucionet e testimit vijnë bashkë me kutinë kur blen makinën për herë të parë, këto solucionet vijnë bashkë. Dhe me këto solucione ju gjithmonë jeni në gjendje të testoni nivelin e ujit që ju pini përmes këtyre testimeve që ne bëmë. Tani, rekomandim tjetër është ky. Kur ju kërkoni që të lëvizni me makinën, domethënë nëse kërkoni që ta merrni makinën për arsye të ndryshme, edhe ta montoni diku tjetër, puna e parë që do bëni është kjo, shumë e rëndësishme, do ta hiqni makinën nga priza, fillimisht që të hiqet nga korrenti. Dhe veprimi i dytë është ky. Është shumë e rëndësishme ky veprim, nga që mund dëmtohet makina kur ju shkoni e merrni makinën nga një vend në një vend tjetër, që të hapni këtë kutinë e poshtme dhe të hiqni përforcuesin. Ky përforcues nuk rekomandohet kur ti lëviz me makinë nga një vend në një vend tjetër që të jetë brenda makinës, sepse ka raste që ky lëngu i këtushëm, kur lëviz rreth rrotull në makinë, mund aksidentalisht futet brenda makinë dhe krijon probleme të brendshme të makinës. Ky solucion do ta nxjerrin në këtë formë, mund ta fusin në një plasmas. Kujdes për këtë pjesën e sipërme që të mos dëmtohet. Kjo pjesa e blu këtu sipër të mos dëmtohet. E fut në një vend në një plasmas edhe e nxjerr jashtë makinës. Në të njëjtën kohë, e rekomandueshme është që të hiqet dhe filtra. Të çmontohet filtra. Ne kemi një video të posaçme se si çmontohet filtra. Të hiqet dhe filtra, të mbahet në një vend, në një plasmas më vete, edhe mbyllet kapaku i filtrës. Në të njëjtën kohë, nëse do të bëhet transportimi i makinës, makina duhet të rrinë në këtë pozicion në makinë. Kudo që ju ta poziciononi, për shembull në një trajst, apo nëse do ta vendosni në një makinë, level locating duhet jetë i pozicionuar në këtë formë. Mos e vendosni makinën përse gjëri të shtrirë në të kundërt. Mos e ktheni makinën nga kjo formë në një formë tjetër. Përpiquni që kur ta vendosni makinën, makina të mos tundet. Domethënë, me të vërtetë ta mbani në një formë që makina të rrinë në këtë pozicion, po jo në pozicione tjera. Shumë e rëndësishme. Edhe mbasi ju hiqni
këto të dyja nga makina. Shumë të rëndësishme që këto të dy, do të thënë filtra edhe solucioni i fortë të hiqet nga makina ku transportohet. Ky është një fenomen. Pastaj ne do të kemi një video tjetër që do të shpjegon se si do bëhet pastrimi i makinës mbasi ju e përdorni për një kohë të caktuar. Nëse ju keni pyetje të tjera, gjithmonë mund të bëni pyetjet poshtë videos, ju keni telefonin, ju keni emailin për çdo lloj pyetje që keni për makinën. Faleminderit.